Po partitë politike në vend që me bashkëpunu, me formu institucionet me punu për ato që edhe janë të obligum për të mirën e qytetarëve, ata na i shohim për çdo ditë sikur me qenë ushtri të kundërta. Shumë jo logjike këta mos më bë bashkë edhe për me punu për të mirën e qytetarëve, nëse këta se partitë politike për që ata dhe formohen. Nuk formohen aty për shembull me na tregu ata se cili lider sa i fuqishëm që është. Po Lumir Abdigjiku është deklaruar që nuk do të pranoj në asnjë formë të bashkëqeverisë me vetëvendosin. Sa mendoni që mund të ndrojë mendje tashmë Lumir Abdigjiku dhe kryesia e LDK-s për një koalicion, për një bashkëpunim mes vete? Unë mendoj që ai nuk do të ndrojë mendje, pasi që u deklaru ashtu edhe ka pas 2-3 tentime, sigurisht ka edhe biseda që bëhen larg syve të opinionit edhe nuk ka një farë bashkëpunimi. Është e mundur të zgjidhet kjo situatë, ky ngërç politik sipas juve, zoti Florent, mendoni që mund të dilet nga kjo situatë, nga ngërçi politik aktualisht, LDK-ja me vetëvendosjen, si shkojnë këto dyja bashkë? Ky ngërç patjetër se do të zgjidhet, pasi Kosova ka nevojë për institucione e humsit më të mëdhenj në këtë situatë që jemi tu e pa na, partitë kanë me qenë partitë politike, sepse ata janë të e hupë mbështetjen e qytetarëve. Qytetarët kanë ndonë zgjedhje, i kanë votu, na e dim rezultatin, po partitë politike në vend që me bashkëpunu, me formu institucionet me punu për ato që edhe janë të obligum për të mirën e qytetarëve, ata na i shohim për çdo ditë sikur me qenë ushtri të kundërta. Jo që krejti i takojnë qësoj shoqërie. Për shembull, ata janë bitë e bijat e çti populli. Edhe nuk kanë arsye me shku skajshmërisht me fabriku kësi lloj hasmërie edhe me qëndru na për këndet e ndryshme, sepse qytetarët e Kosovës pothuajse se secilën parti e kanë pasë si po qeverisë. Edhe deri më tash asnjë parti nuk mundet mu krenu për shembull që ka arrit sukses, atë sukses për cilën domethënë qytetarët e Kosovës kanë nevojë. Tash njënën prej atyre mungesave që ja adresoj krejt partive, edhe vetëvendosis që ka udhëheqë 4 vjet, është se qytetarët e Kosovës pothuajse të vetmit në Evropë nuk e kanë sigurimin shëndetësor, që është e drejtë elementare. Kontratat e punës. Po, kontratat e punës. Shërbimet mjekësore janë shumë dobta. Shkollimi është shumë i dopt. Edhe do me thonë këta duhet më po krejt bashkë, edhe me formu një qeveri teknike që se smojnë, derisa të shkojmë në zgjedhjet e reja, mas i bon zgjedhjet komunale, kishme qenë edhe shpenzimet më të ulta, nëse bashkë mendon në një prej partive që mundet me arritë rezultat më të mirë se sa që kanë arritë tani. Po për mu, po e them edhe një herë, është shumë jo logjike këta mos më bë bashkë edhe për me punu për të mirën e qytetarëve, nëse këta se partitë politike për që ata dhe formohen. Nuk formohen aty për shembull me na tregu ata se cili lider sa i fuqishëm që është. Fuqia popullit do të më koni i fuqishëm. E jo lider të super të fuqishëm, e një popull skajshmërisht i varfër, që s'mundet me gjetë punë, s'mundet me gjetë shërim, edhe duhet për gjërat elementare mu largu për vendit. Faleminderit shumë zoti Florent.